Garancia rinore po shndërrohet në një instrument kyç për reduktimin e papunësisë te grup moshat 15 deri në 29 vjeç. Ky program, i cili synon ata të rinj që nuk janë as në punë, as në shkollë dhe as në ndonjë kurs formimi, po pilotohet aktualisht në 3 qarqet kryesore të vendit: Tiranë, Shkodër dhe Vlorë. Garancia rinore është program më i rëndësishëm i qeverisë shqiptare për punësimin e të rinjve. Është një program që mbështetet fuqishëm nga Bashkimi Evropian dhe qëllimi i programit është të sigurojë çdo të riu që është në moshën 15 deri në 29 vjeç dhe nuk është në punë, në shkollë ose duke ndjekur ndonjë kurs formimi profesional, një ofertë cilësore qoftë për punë, qoftë për shkollë apo trajnim brenda 4 muajve nga regjistrimi në zyrat e punës. Aktualisht programi është në fazë pilotimi, po pilotohet në 3 rajone pilot, në Tiranë, në Shkodër dhe në Vlorë. Pilotimi mbështetet nga Bashkimi Evropian në bashkëpunim me UNDP dhe UNICEF në Shqipëri. Por cilat janë shifrat që të rinjt kanë përfituar nga garancia rinore? Aktualisht janë 2252 të rinj që kanë përfituar nga garancia rinore dhe rezultatet në fakt kanë qenë shumë pozitive. Mbi 1700 prej tyre kanë përfituar një ofertë për punë, për shkollë apo për trajnim brenda 4 muajve. Pra, norma pozitive është rreth 86%. Dhe duke pasur parasysh dhe suksesin që është arritur deri tani, por edhe vëmendjen dhe mbështetjen e Bashkimit Evropian, garancia rinore së shpejti do të shtrihet në nivel kombëtar për t'i mundësuar të gjithë të rinjve mbështetje për t'u integruar në tregun e punës. Synimi final mbetet formalizimi i tregut të punës për të rinjt dhe rritja e aftësive të tyre profesionale në përputhje me kërkesat e bizneseve.